Përshëndetje me letrën e ditës. U ka edhe në netarua këtu 6 letra. Lart kemi çuna, poshtë kemi goca ditën e sotme, po bëjmë një ndryshim në parashikim. Me sa shikoj këtu, shikoj që forca dhe mesazhi i ditës është që ju dhe ndjenjat e bukura tuaja ditën e sotme janë ekuilibër, në një ekuilibër jashtë masë të bukur. Çunat kërkojnë të vinë te gocat, të vinë të takohen, të rikthehen, të diskutojnë çfarë do bëjmë ne në këtë marrëdhënie, në këtë rikthim. Disa nga ju kanë rikthime ditën e sotme dhe shikoj që ky mashkull është i vendosur, doni apo s'doni ju, disa do kenë njohje të reja, disa do kenë rikthime sepse ky person, dhe me sa shikoj në rikthime janë shenjat e ajrit dhe shenjat e ujit më shumë ditën e sotme. Ata kanë marrë një drejtim, një përqendrim, diçka që pavarësisht se kanë frenat në këmbët e tyre, por prapë universi dhe emocioni po e shtyn drejt teje, të flasi, të diskutoj. Me sa shikoj këtu, shikoj që çunat këtë moment na bien Princi i Shpatës, Karrocieri dhe Page of Cups, domethënë faqja e kupës. Këtu shikoj që në këto 3 letra çunat na tregojnë që diçka na ra këtu. Na tregojnë diçka që më në fund ai person ka kërkuar të ketë një rikthim në jetën tënde, ka kërkuar të mos ketë më frikë nga përballja me ty ditën e sotme. Nga ana tjetër vajzat na tregojnë që unë këtë moment me 9 kupat e kam shpirtin në qetësi. Jam gati për të përballur me ty, di çfarë pres nga ty. Por 9 kupat me 9 shpata, do me thënë që ti mor çuni dashur, na ke lënë këtë vajzën pa e gjumë. Na e ke lënë këtë vajzën të mos të ketë vetëm mendime. Na e ke lënë vajzën të mos e lejoj vetes të gjej qetësi. Nuk e ka më paqen që ka pasur dikur. Pra, ditën e sotme vajzat do thoni që me 9 kupat dhe 9 shpatat ke nevojë të pushosh, të sigurosh veten tënde që ai po vjen. Okej, që ai po vjen ditën e sotme, sepse unë këtu shikoj siguri. Unë këtu shikoj diçka që ti e bekuar për të ecur përpara. Doni apo s'doni ju. Pra, ditën e sotme, një mesazh nga nëntarua që nuk është i rastësishëm kjo video, dhe pas videos që bëra 3 ditët e dritës, këtu shikoj që ka diçka të bukur. Diçka që është një ndjenjë që të sjell ekuilibër, si femër qofsh, si mashkull qofsh. Thjesht të duhet drejtim në çdo lloj problemi që ti ke, në çdo lloj situate që ti ke. Thjesht të duhen të marrësh frenën e jetës në dorë. Të duhet që më në fund po shikon dikë afër teje, ta ndjesh atë lumturi që të ka kujtuar gjithë këto ditë ose gjithë këto muaj të jetës tënde që kanë qenë të pa mbushura, që kanë qenë bosh më saktë. Disa nga ju, disa çaste që kanë ndendur në vetminë e tyre, kanë ndjerë një si tingëllim në vesh, sikur ka dikush ju ka fol diçka në vesh. Dhe ti ke thënë me veten tënde, ç'është kjo që po më ndodh? Ajo është që ti ke marrë sigurinë, ke marrë forcën, ke marrë energjinë tënde. Pse po them këtë gjë? Sepse lart kishim forcën mashkullore, që ai këto 3 letra që na tregoj këtu, na tregoj komunikimin e qartë të pastër me guxim. Letra poshtë femërore na tregoj kujdesin ndaj vetes, pushimin që duhet të bëni, të shëroni veten dhe të ndërtoni qëndrueshmërinë në jetën tuaj. Pra, në 6 letrat që na kemi këtu përpara, më tregojnë që ti këtë moment duhet të kesh një mesazh ekuilibri në mes veprimit dhe kujdesit për zemrën tënde. Është si të thuash, mos e lër forcën të shkoj pa butësi, por gjeje butësinë pa forcë brenda teje. Të gjitha këto japin një reflektim, një kuptim, një tekst reflektimi për ty energjia e dritës që e dëgjon këtë moment. Ti kërkon balancën mes forcës dhe butësisë, që ta përdorësh për ditën në vijim dhe për muajt në vijim. Pra, këto letra të na tregojnë
një qetësi mashkullore, por dhe një qetësi femërore, që na tregon me 10 e monedhës, ekuilibër, forcë, ndjenjë. Është si të përshkruash ti një energji tënden. Unë do të thosha që ti, sot, me forcën dhe me zemrën që ecim krah për krah me partnerin tuaj, dhe gjeni të njëjtën drejtim të dy së bashku, sepse të dy keni shprehur ndjenja këtu. Okej, keni shprehur ndjenja këtu, keni shprehur keni parasysh kur vjen një forcë, një energji e madhe dhe ke një gëzim që nuk e shpreh dot me fjalë. Imagjinoni ndonjëherë kur të vjen diçka, një energji e fortë dhe nuk e shpreh dot, thjesht e ndjen. Ajo është pjesa që të përkujton ty reflektimin dhe qëndrueshmërinë e brendshme. Është kur mendja dhe zemra bashkëpunojnë. Dhe dita sjell harmoni në jetën tuaj. Okej? Uroj për të gjithë ju ta kuptonit këtë tingull, këtë energji, këtë fuqi, këtë stil të energjive të Nona Taros. Uroj që ky zë, kjo video që ti dëgjon, të lidh DNA-n tënd me DNA-n e partnerit tënd dhe të bëni një, të dy së bashku. Kjo është e forca dhe ekuilibri i ndjenjës në dashuri, në dritë, në ujë, në jetë, në paqe. Uroj që drita të ndriçoj sa do pak në jetën tënde. Uroj që kjo video të trokas derën e shpirtit, të trokas derën e besimit, të trokas derën e paqes. U ka thënë Nona Taros gjithmonë, jeta me të gjitha këto është një valiçe që ne të gjithë, nga mosha 18 deri në moshën 65 vjeç, e kemi një valiçe që ne nuk dim ta përdorim, por gjithë kjo valiçe jemi ne vetë jeta, që ne nuk dim të marrim energjin pozitive nga ajo valiçe, po marrim gjithmonë mosbesimin, dhimbjen, trishtimin, tradhtim dhe të tjerat, sëmundjen. Të gjitha këto duhet i lësh në valiçe të mbyllur. Duhet të marrim nga ajo valiçe lumturinë që keni harruar ta përjetoni për shumë vite me radhë, sepse vraponi gjithmonë në për shoppingje, në për njerëz, në për punë. Por mos haro jetën, fuqinë, paqen, dashurinë, fëmijët, prindrit, familjen. Të gjitha këto duhet të vjen tek valiçja jote dhe të ti marrësh e ta jetosh jetën tënde, jo t'i lësh atje brenda dhe të jesh një njeri sikur nuk ekziston. As në veten tënde, as në sytë të tjerëve, apo në sytë e personit që ti do. Dita e sotme është shumë pozitive për shumicën nga ju. Dita e sotme sjell paqe dhe një person nga e kaluara që do të sjell qëndrueshmëri, besim, paqe. Ju përqafon Nona Taros kudo që jeni. Uroj që kjo video t'ju gjej në paqe, në besim dhe në lumturi.